bjeshkët e gjemëna e të shkrihesh e fikësh e kruma hesht. Edhe u tini natës hesht. E të smë thua si cili vdiq prej nesh. Por hesht, e hesht, e hesht. E unë vloj e qmende mendimesh. Qfar ti them nënës e babës për ty? Dautje bujari për konde mortësh janë te për të rinë. S'mu t'ua këpës shpresat për të ardhmën e lumëtër. Qfar ti them shkëllzeni të gëzohet, si gjaku që të rodhi sot, nesër si les me ramba ka me uni. Apo ja nes një vajtoni si generali, kur më rrugës do të marrë për Shqipëri. Por ti hesht e unë pëlcas të vërtas. Hapi syt Luan Haradinaj, shikoj e hasin e dugagjinën, se nesër edhe këto do të jetë Shqipëri. Ky libër sjell në vëmendje një temë shumë të ngjashme dhe njëkohësisht shumë të afërt për realitetin tonë shoqëror, mërgimin. Përmes rrëfimeve dhe përvojave të trajtuara në libër, autori pasqyron sakrificat, sfidat, mallin, adeon, por edhe forcën dhe qëndrueshmërinë e mërgjimtarit shqiptar. Sfidat e mërgjimtarit nuk është vetëm një libër rrëfyes, por një thirrje për reflektimin mbi identitetin, punën, familjen dhe vlerat që na mbajnë të lidhur me rrënjat tona. Promovimi i këtij libri në shkollën tonë ka një rëndësi të veçantë, sepse nxjerr nxënësin drejt leximit, mendimit kritik dhe njohjes më të thellë të realiteteve jetësore që kanë shënuar historinë dhe përvojën e shumë familjeve shqiptare. Ky takim është një mundësi unike për të mësuar nga përvoja e autorit dhe për të kuptuar se libri është një urë lidhëse mes jetës, dijes dhe përvojës njerëzore. Për të thelluar dhe më tej mirënjohjen dhe konsideratin ndaj autorit të Denisa, kemi nderin dhe kënaqësinë të ftojmë drejtorin e shkollës, zot Rizaj Mzymeri, për ca fjalë rasti, për të theksuar rëndësinë e librave dhe të letërsisë në edukimin e brezave të rinj, si dhe peshën e këtij promovimi në shkollën tonë. I nderuar drejtor, fjala është për ju. Praneshëm në sallë, mësimdhënës, kolegë, ju të dashur nxënës. Më lejoni që në emrin tim, në emrin e gjithë kolektivit, në emrin e shkollës Mullaj Idris Gjilanit, që falenderojmë përzemërsisht për këtë event, për këtë vizitë tuaj në shkollën tonë. Me të vërtet është nder dhe respekt që na keni bërë sot. Është kënaqësi e veçantë dhe nder gjithashtu për shkollën të kemi në mesin tonë mysafir të shmuar të fjalës së shkruar, krijues që me penën e tyre pasurojnë letërsinë dhe mendimin tonë kulturor. Sot nuk kemi mbledhur vetëm për promovimin e një romani të caktuar, por për të festuar librin si vlerë, dijen si udhërrëfyes dhe fjalën e bukur si pasuri shpirtërore. Prania juaj në shkollën tonë është një mesazh i fuqishëm për gjithë, se libri jeton, flet dhe frymëzon. Një falënderim i veçantë shkon për dhuratën nga ana juaj që tani veç se është e ekspozuar para nesh, një bagazh i gjerë librash që me të vërtet është dhurata më e çmuar që dikush mund të pranon sot e nesër. Janë diku 265 tituj librash, të cilët do ta pasurojnë bibliotekën tonë shkollore. Kjo dhuratë nuk është vetëm materiale, por është një investim në mendje, në kulturë dhe në të ardhmen e nxënësve tanë. Në emër të shkollës, stafit dhe nxënësve, edhe një herë ju shpreh mirënjohjen tonë më të sinqertë për këtë kontribut të çmuar dhe për përkushtimin tuaj ndaj librit të arsimit. Faleminderit për praninë, për fjalën dhe për shembullin që po jepni nxënësve tanë. Ju urojmë mirëseardhje dhe suksese të mëtejme në krimtarinë tuaj letrare. Gjithmonë mendoj për atë lule si zambak. Më mundojnë stuhit e kohës, më ngul fatin e më shtrëngojnë, më djeg malli për Kosovën, më përvlon e më shkatron. Ma dërgoni një gotuj, nga burimi i krojit tem, jam i shkret në dhe të huaj, që sa vjet jetojnë mërgem. Veç me trup këtu jetoj, se me mendje jam atje, me pa durim pres të shkoj, vendin tim dua të roj. Vërtet e bukur është Evropa, lulzon parheshtur ditë e natë, por s'ka më të bukur se Kosova, ku dhe Balta është si mjaltë. Kam një porosi për këtë eveniment, që në emër të kolegut
Abdullah Trashupa, i cili nuk ka pas mundësi të jetë prezent sot, të lexoj një fragment që quhet parathënie e këtij romani e që ngërthen vërtet krejt përbajtjen e romanit. Romani Sfidat e mërgjimtarit i autorit Hajrush Redenica Kika vjen si një dëshmi e thellë shpirtërore dhe shoqërore për një nga plagët më të ndjeshme të kombit ton, mërgimin. Ai nuk është thjesht një rrëfim udhëtimesh fizike nga vendlindja drejt tokave të huaja, por një udhëtim i gjatë, i rëndë dhe shpesh i dhimbshëm në përzemrat e njerëzve që u detyruan të largohen, si dhe të atyre që mbetën pas prindër, fëmijë, bashkëshort dhe familje të tëra. Në faqet e këtij romani shpalosen peripecit e mërgjimtarëve në periudha të ndryshme të kurbetit, nga valët e hershme të largimit për bukën e gojës e deri te mërgjimi i diktuar nga rrethonat politike, ekonomike dhe shoqërore. Çdo periudhë e ka peshën e saj, por dhimbja mbetet e njëjtë, ndarja nga prindërit, nga vendlindja, nga gjuha e nënës, nga varret e të parëve. Këto ndarje nuk maten me kilometra, por me net pa gjumë, me lot të fshehur dhe me mall që nuk shuhet kurrë. Autori sjell me ndjeshmëri të veçantë rolin e familjes, sidomos të prindërve, të cilët në çastin e nisjes së fëmijëve për mërgjim mbeten të fortë vetëm në pamje të jashtme. Këshillat prindore të thjeshta, por të mbushura me urtësi, përbëjnë një shtyllë morale të këtij romani. Janë këshilla që flasin për nderin, për ruajtjen e identitetit, për punën e ndershme dhe për mos harrimin e vendlindjes. Janë fjalë që shpesh përcillen me zë të dridhur në prag të derës. Fjalë që mërgjimtari i mban me vete si amanet gjatë gjithë jetës. Me të vërtetë Evropa vend i bukur është, por nuk është me lule si që është vendi jonë. Ne duhet ta rregullojmë koshtin për me arë flutrat në kopshtin tonë, lulet tona. Jo për me shku na me fluturu ma të flutrave atje dhe me gjithë vendet ku janë ma të bukra atje. Vendi ma të bukur është vendi jonë. Guri ronë për shumë vend betin. Edhe këtu mund ka të rje, ky roman, e kam një pjesë të dhimbjet madhe të vajzën time, 7 vite se ku bëheq, në Kanada në lartë, edhe faktikisht që po na hupen rinia, po mbyllën shkollat, edhe këto me të vërtet është një brengë shumë e madhe. Zbarkojnë karavan me të emblarima, me fjale shpreje nga me të mirat, ndjenja të pastra si belbëzim fëmijësh, të buta si agu i parë kur vije. Nderuar pranishëm, stafi shkollor, nxënësat të jashtëzakonshëm të shkëlqyshëm dhe shkrimtari dhe poeti i Malësisë së Kamenicës, që tani më ka një numër të madh të librave të poezive që numëron 29. Më keni bën nder këtu që një fjalë rasti në shkollën fillore Molla Idris Gjilani, ku Vilekica është afër qytetit Gjilanit, por nuk jetë mbrapa me staf dhe me profesionalizëm të kësaj shkolle krahas shkollave të Gjilanit dhe gjithandaj i Kosovës. Të flasësh për sfidat e mërgjimtarit është një temë jo e lehtë, po që ne përballemi për ditë me mërgjimtarët, me mërgimin, me diasporën gjithandej. Ne si popull shqiptar, jo vetëm këtu në Gjilan dhe në Republikën tonë të Kosovës, por gjithë hapësira shqiptare po përballemi me një diasporë, me një ikje të trurit, me një mërgim, me një migrim të jashtëzakonshëm veç pas Shqipëri, Maqedonisë Veriut, Sahel në Kosovë. Mos flasmi këto shqiptarë që kanë met në Republikën e Malëzi, Republikën e Serbisë që përfshin krahinën shqiptare, Preshevë, Bujanovac, Medvegjë dhe gjithandej ajo pjesa e Sanxhakut. Pra, është duke na përcjell një migrim jashtëzakonisht i madh. Unë përgëzoj shumë shkrimtarin Hajrush Redenica
për këtë libër që sjell para lexuesve, edhe pse ende nuk e kemi pa në dorë, na vjen mirë që është marrë me një çështje jo të lehtë dhe mendoj e ka trajtuar një çështje shumë të ndjeshme. Kjo po edhe nga lotët që rrëdhën këtu nga prezenca e gjithë pjesëmarrësve këtu. Unë nuk di çka të them, vetëm i uroj punë të mbarë, sukses edhe në krijimet të tjera dhe presmi që vërtet shkrimtari e poeti Arish Redenica na sjell edhe shumë e shumë krijime, sepse tani më ka një opus të gjerë të romaneve, të poezive që i ka kushtuar gjitha sfidave të ndryshme. Falenderoj shumë edhe një herë, sukses edhe krijime të tjera të reja dhe nga Arish Redenica. Falenderoj shumë stafi i shkollës fillore këtu në Velekis. Uroj që të shihemi në aktivitete tjera të radhës.